Lavdëroni Zotin, se është i mirë, Halleluja. Krishti u ngjall. Data 23 prill është një ditë e veçantë në kalendarin liturgjik sepse në këtë ditë ne të krishterë ortodoks mblidhemi në Panajir, në atmosferën e Pashkës, për nderuar një shenjtor shumë të madh, martirin Shëngjëj Trofeprusi. Kemi folur edhe herë të tjera për këtë shenjtor, por kisha vit për vit në këtë datë e kujton këtë martir që është frymëzim i martirëve. Dhe ne do flasim sot për Shëngjëj Trofeprusin, një nga shenjtorët më të njohur dhe më të spikatur në traditën e krishterë, që shumë vende e nderojnë, e kanë mbrojtus, por edhe këtu tek ne në Shqipëri, Shëngjëj nderohet në mënyrë të veçantë dhe ka qenë dhe është mbrojtësi i këtij vendi. Në kulturën shqiptare të krishterë, Shëngjëj lidhet shpesh me pranverën, sepse ashtu si Shën Dimitri starton në periudhën e dimrit, kurse Shën Gjegji starton pranverën. Dhe kjo përshtatet edhe me natyrën e cila gjelbëron edhe me patjetër atmosferën e Pashkës. Shëngjëji festohet në 2 data, në datën 23 prill dhe në datën 6 maj, në kishën ortodokse flasim. Këto data vijnë për shkak të 2 kalendarëve që përdor kisha ortodokse, pra përdor kalendarin Gregorian, që i bie data 23 prill, dhe kalendarin Julian, që është një 13 ditë më mbrapa dhe i bie në datën 6 maj. Pra, në disa vende të kishës ortodokse festohet në këtë datë, 23 prill, në disa vende tjera që janë me kalendarin Julian, festohet në datën 6 maj, por është i njëjti shenjtor dhe e njëjta e kremte. Po kush është Shëngjëj Trofeprusi? Shëngjëj Trofeprusi është një nga shenjtorët më të spikatur në kishën tonë ortodokse dhe në ren e martirëve, sepse ne kemi shenjtor të ndryshëm, të cilët kanë kryer funksione të ndryshme në kishë, por si them, grupi i parë i shenjtorëve janë martirët, sepse ata imituan Krishtin, që është martiri i parë dhe më i madhi. Dhe në ren e këtyre martirëve, që fillojnë me Shën Stefanin, dallon dhe Shën Gjegj Trofeprusi. Shëngjëj Trofeprusi është një shenjtor që ka jetuar në shekullin e 3, pra është një shenjtor që i takon periudhës më të vështirë që ka kaluar kisha, përndjekje nga perandoria romake, ku kemi 10 përndjekje shumë të mëdha nga perandorët antikrisht, që filloi me Neronin, dhe në këto përndjekje të kishës, sipas sinaksarëve të kishës, kemi gati 11 milion të krishterë, të cilët janë janë të regjistruar në kishën tonë ortodokse. Por le të flasim për Shëngjëjin, për këtë shenjtor kaq të madh, dhe më konkretisht ai jetoi thash në një periudhë të vështirë, lindi nga prindër, babai i tij ishte një besimtar, por që u martirizua për Krishtin dhe la jetim, dhe u rit nga nëna e tij, edhe nëna e tij ishte e krishtere dhe ai jetonte në lidhja të Palestinës. Por nëna e tij u kujdes për edhe edukimin e tij dhe formimin e tij, dhe si një djalosh ai u formua dhe në moshën 18 vjeçare hyi në ushtri dhe bëri një karrierë shumë të madhe, sa fitoi shumë grada, u bë general, u bë dhe prefekt, dhe ishte nga më të preferuarit të Dioklecianit, që ishte një nga perandorët më famkeq dhe antikrisht. Por në atë kohë Diokleciani, i cili është përgjegjës i shumë përndjekjeve ndaj krishterëve, dhe në kohën e Dioklecianit ka pas shumë martir të mëdhenj të kishës, një ndër të është dhe Shëngjëji. Në atë kohë doli një edikt i perandorit, një urdhëresë e perandorit, që ata që do besonin në Krishtin do të pësonin disa vuajtje që ishin të tmerrshme, dhe këto vuajtje ishin të listuara.
pra siç ishin kamzhikime, ishte rrjepje, ishte djegja për së gjalli, e të tjera tortura që shpikte fantazia e këtyre njerëzve antikrisht. Shëngjegji e mori vesh këtë dhe mori kurajo dhe doli përpara perandorit Dioklecian duke thënë që unë jam i krishterë dhe çfarë keni ndërmend t'ju bëni të krishterë ma bëni mua. Simpatia për Shëngjegjin që është shumë e madhe dhe i thanë që ne nuk merremi me ty, por Shëngjegji nuk u toroq, ai tha do t'i bëni mbi mua të gjitha këto për të parë se sa e fuqishme është fuqia e Krishtit tek të krishterët. Dhe kështu që siç edhe na flitet në sinaksan e tij, të martirizimit të tij, filluan torturat me atë, kamzhikime, po ashtu një gur i rënd ju vu në gjoksin e tij për gjithë natën. Pastaj ai kaloi në tjera tortura, në një torturë që quhet tortura e rrotës, që e lidhen trupin e tij dhe pastaj ganxha dhe hekura, shpata e tjera coptonin trupin e tij, por nga ajo torturë liroi një angjëll. Pastaj i bën një torturë tjetër për ta mposhtur, sepse ai ishte ishte i pamposhtur nga torturat. Zoti shfaqej, e ndihmonte, e shëronte, po ashtu dhe angjëjt e Perëndisë që qëndronin afër, dhe i bënte një torturë të frikshme që menduan se do të mbaronin punë me atë, futën në një grop me gëlqere të pashuar dhe e lanë atje për disa ditë, duke menduar se do shkrihej trupi i tij, po kur e hapën ai u gjet i gjallë, madje gjithë uji ishte mbushur me trëndafila, thuhet, në tradit, dhe ishte e pamundur që ta vrisnin Shëngjegjin. Po ashtu u thirrën edhe një magjistar, Athanasi quhej, i cili bëri një helm shumë fuqishëm me bashkimin e shumë helmeve për ta vrarë trupin e Shëngjegjit, po Shëngjegji e piu dhe nuk pësoi asgjë. Atëherë Athanasi, që ishte një magjistar, u pendua, poi Krishtin dhe ai përfundoi si martir, por dhe ushtarët që si them e përndiqnin ose torturonin dhe ata besuan në Krishtin, po ashtu edhe Aleksandra, që ishte gruaja e Dioklecianit, kur pa martirin e Krishtit, kur pa fuqinë e tij të pamposhtur në Krishtin, edhe ajo u bë krishter, pohoi Krishtin. Edhe atë Diokleciani e dënoi me vdekje, por ajo me lutjet e Shëngjegjit fjeti në paqe në burg, dhe më në fund Shëngjegji e dënuar me prerje koke, dhe kështu përfundoi ky martir i madh. Martirizimi i Shëngjegjit është një martirizim i spikatur dhe fama e tij u përhap në të gjithë botën e krishterë, në lindjen e Perëndim, dhe është nga shenjtorët më të njohur, më të spikatur të martirëve, dhe ai pati një famë shumë të madhe. Pse? Sepse Shëngjegji kërkoi që të mos shmangej vuajtjeve, por përkundrazi ai t'i duronte këto vuajtje pa ankesë. Pra, duke guximi i tij i jashtëzakonshëm, dhe si themi një marrëzi në Krishtin, nga dashuria që kishte për Krishtin, ai nuk i llogariti vuajtjet, po i sfidoi vuajtjet dhe i kapërcevi gjithë to vuajtjet, duke i lënë paganët, si them, të mposhtur, por mbrapa paganëve edhe djallin edhe demonët. Tregohet se kur i bënte një torturë tjetër Shëngjegjit, që ta poshtoronin ose ta mundnin, i vun këpuc të hekurta me gozhda, dhe i thanë vrapo dhe lidhen mbas një kali. Të dyja zgjidhjet ishin kundër tij, sepse po të vraponte këmbët e tij do të shkatroheshin, dhe po mos vraponte, pra kali do ta tërhiqte dhe do të shkatrohej trupi i tij. Por si e përballon Shëngjegji këtë? Në Sinaksan na thuhet që Shëngjegji i thot vetes, gjergj, vrapo, për të dashuria e Krishtit. Pra ai nuk e shmangi vuajtjen, ai e përballoi vuajtjen, e sfidoi vuajtjen. Dhe kjo është arsyeja që ai u bë një nga shenjtorët më të mëdhenj, frymëzues i martirëve, i dëshmorëve. Dhe kjo është arsyeja që ai gjeti një përqim shumë të madh te Zoti, dhe janë bërë shumë mrekulli me lutjet e tij, prandaj dhe fama e tij, nderi i tij, kulti i tij është përhapur në gjithë botën. Ka mira kisha për nderimin dhe kujtimin e Shëngjegjit,
shumë vende e kanë mbrojtës si Gjeorgjia, Anglia, po ashtu dhe grupime të ndryshme dhe shumë njerëz për gjatë gjithë shekujve ka marrë emrin e Gjergjit ose Jorgo, pra është një nga shenjtorët më të dashur dhe më spikatur bashkë me Shën Dimitrin. Dhe siç thash, Shën Gjergji starton praverën dhe Shën Dimitri dimrin. Por edhe në vendin ton Shën Gjergji është shumë i veçantë, i nderuar, ka qenë mbrojtës i vendit ton, sepse lidhet dhe me heroin kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Një traditë thotë që kur Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte në Konstantinopol ose në Stamboll, atje si një ushtar i sultanit, si një iniqier, Shën Gjergji i shfaqet dhe i kërkon që të kthehet në Ades sepse populli ka nevojë për atë. Kështu që thuhet që Gjergji u kthye dhe bëri atë që shliroi Krujën, shliroi Arbërin dhe për 25 vjet mundi perandorim më të madhe osmane dhe thyu mitin e turqëve, që duke i dhënë zemër dhe gjithë Evropës perëndimore pastaj dhe u bë një nga mbretërit më të spikatur dhe është heroin kombëtar. Dhe ka një analogji të Gjergj Kastriotit me Shën Gjergjin e Madh, sepse jo vetëm emrat i kanë njësoj, por në një farë mënyre të dy ata luftuan me të keqen dhe e mundën. Shën Gjergji luftoi me djallin dhe Gjergj Kastrioti luftoi me perandorinë osmane, që ishte një perandori antikrishte. Por na tregon edhe një traditë nga jeta e Shën Gjergjit se si ai vravi një dragua, ishte një dragua në një zonë ku është sot Turqia e sotme, dhe ky dragua ushqej me vajza vjegjeresha. Dhe kështu që populli për ta mbajtur në kontroll dhe në si them që dragoi mos shkatronte vendin, i çonte sipas një shorti një vajzë vjegjeresh. Dhe shorti më në fund i ra dhe vajzës së mbretit, dhe atëherë kaloi Shën Gjergji në atë vend dhe kur mori vesh që vajza e mbretit ishte e lidhur dhe pritej të glabërohej nga dragoi, atëherë Shën Gjergji bëri kryqin me lutje dhe e vravi dragoj dhe shliroi vajzën e mbretit dhe kështu gjithë ai popull u bë krishter. Kjo ka një kuptim alegorik sepse Shën Gjergji është dëshmori i Krishtit, imiton Krishtin, është ai që mbrojti kishën nga e keqja, nga djalli, por edhe Gjergj Kastrioti po ashtu është një mbret i shenjtë që e zgjodhi vetë Zoti Jezu Krisht, sepse Gjergj Kastriot Skënderbeu luftoi për fe dhe për atë dhe ai e mbrojti kishën, po e mbrojti dhe vendin nga pushtimi osman dhe nga prozelitizmi islamik. Kështu që është një shenjtor shumë popullor dhe kjo duket jo vetëm në Shqipëri, që është shumë i nderuar, por dhe në Kalabri, sepse atje emigruan krutanët, emigruan të krishterët që ishin në zonë në Shqipërinë e mesme mbas pushtimit osman, dhe aty e mbajtën nderimin e Shën Gjergjit, por dhe të Gjergj Kastriot Skënderbeu. Madje, sipas traditës thuhet që në datën 23 prill nderoi edhe Shën Gjergj Trofeprusi edhe Gjergj Kastriot Skënderbeu. Kështu që mund të themi që ne vetë krishterët jemi shumë mirënjohës Shën Gjergjit, sepse ai ka vepruar në një nga periudhat më të errta të historisë së Shqipërisë dhe ka bërë të mundur që heroin kombëtar Gjergj Kastrioti, si thash, bashkë me stërgjyshit tan, kanë luftuar dhe fituar dhe mbrojtën besën, mbrojtën vendin, mbrojtën krishtërimin dhe mbrojtën qytetrimin nga pushtimi osman. Por le të flasim edhe akoma për figurën e Shën Gjergj Trofeprusit, i cili është një shenjtor që ka bërë shumë mrekullira, prandaj dhe ai nderohet në mënyrë të veçantë. Për shembull, kemi lirimin e të burgosurve, e shumë burgosurve, për shembull në Turqi, në Anatoli, në kohën e trazirave ose të pushtimit të Bizantit nga osmanët. Për shembull, thuhet se disa krishterë u burgosën, u lutën Shën Gjergjit dhe Shën Gjergji u shfaq aty në ëndër dhe ata e pan veten të liruar, kur u zgjuan. Ose kemi shlirimin e robërve, për shembull në Rusi, një traditë tjetër ortodokse thotë që Shën Gjergji i shliroi këta të robëruar në Rusi dhe konsideroi si mbrojtësi i të robëruarve.
ose mbrojtësi fshatrave në Gjeorgji, Greqi dhe në Shqipëri. Prandaj thash që për shëngjegjen janë ngritur shumë kisha edhe në vendin tonë. Ushtarët të krishterë besonin se shëngjegji u shfaqej në beteja në tyre dhe u jepte kurajo dhe fitore, prandaj është një shenjtor që ka dhe një simbolik të veçantë. Kryqi i shëngjegjet është një kryq i kuq. Prandaj e shikojmë të kryqin e kuq për shembull dhe në disa flamurë, në flamurin e Gjeorgjisë ka kryqin e shëngjegjet, por dhe Anglia ka dy kryqe, kryqin e shëngjegjet në flamurin e vet dhe kryqin e Shën Andreas. Pra përbëhet nga dy simbole të shëngjegjet dhe Shën Andreas që i kanë marrë si shenjë mbrojtës të Anglisë. Etrit e kishës na flasin për figurat e martirëve, të cilët ka një ndikim shumë të madh në krishterimin, por janë dhe bazamenti i kishës. Pse themi janë bazamenti i kishës? Sepse martirët janë ata që imituan Krishtin në përpjekje me gjak, dhe gjaku i tyre u bashkuan me gjakun e Krishtit. Dhe është ai gjak i cili e bën të pa tundur kishën. Prandaj dhe nderohen në mënyrë veçantë. Kisha në të gjithë himnologjinë e vet dhe në respektin e vet, në nderimin e vet të parët ja u jep martirëve. Dhe duke pasur dhe martir të spikatur, siç është edhe shëngjegji. Po ashtu, etrit të shenjtë na thonë se martiri është ai që jo vetëm me fjalë, siç thash, por edhe me jetën, me gjakun e tij ai pohon për Krishtin. Dhe vetë fjala martir do thotë dëshmi, dëshmimtar. Dhe këta dëshmuan, siç thash, edhe me gjakun e tyre. Kjo ishte vula e dëshmisë së tyre. Duke i dhënë kurajo njerëzit që ishin rreth tyre, prandaj quhet gjeq trofe prursi, sepse çovi shumë trofe te Krishti. Kur themi trofe, çoi shumë shpirtra, të cilët e shikonin durimin e gjegjit, e shikonin guximin e gjegjit në Krishtin dhe besonin në Krishtin, pohoni Krishtin, bëhen dhe në ata martir. Por jo vetëm në atë kohë, por në çdo kohë pra. Prandaj dhe quhet trofe prurës dhe shëngjegji në vetvete përfaqëson luftën shpirtërore, qëndrueshmërinë në besim, fitore mbi të keqen. Dhe kisha e nderon në mënyrë të veçantë të shenjtor, ka dhe troparin spikatës, si shlirimtari i robërve, mbrojtës i të krishterëve, mjeku i të sëmurëve dhe për luftari mbretërve. Dëshmori madh shëngjegj trofe prusi, lutu Zotit ton Jezu Krisht të falë shpirteve tona ndjesën e mëkateve. Jetojmë në një kohë ndoshta jo martirike me gjak, flasim në vendin ton, sepse ka në vende të tjera të botës ku vazhdon martirizimi, ka të krishterë në këto kohë edhe në këtë çast që po flasim ne, që po martirizohen për Krishtin, sepse ka disa vende në botë që janë akoma antikrishte dhe persekutojnë të krishterët, por për vendin tonë ndoshta nuk kemi një martirizim fizik, por sot në gjithë botën, në këtë botë materialiste, në një botë e cila është dhënë më shumë drejt materjes dhe drejt kënaqësive, një apostazis, mohimit të Zotit, sot kemi një tjetër martirizim. Martirizimi që do të thotë që neve jemi kundra kësaj bote ose kësaj turme, sepse fatkeqësisht turma e njerëzve që mohojnë Zotin dhe që jetojnë vetëm për gjërat e botës, gjithnjë më tepër shtohet dhe bëhet si ai lumi i tërbuar i cili vjen kundër nesh. Atëherë të jesh sot i krishter nuk është e lehtë, sepse do të rish kundër kësaj rrjedhje të kësaj turme që vjen. Prandaj duhet të kemi qëndrueshmëri, durim, guxim, trimëri, kurajo dhe mos kemi frikë, sepse fjalën e fundit e ka Zoti. Shëngjegji kishte këtë besim të patundur te Krishti i ngjallur, i cili ka mundi dhe vdekjen. Prandaj dhe shëngjegji nuk kishte frikë nga vdekja, sepse dinte që kur Krishti mundi vdekjen, edhe vdekja tashmë është një proces kalimtar. Pra ai edhe pse do vdiste do të ngjallej. Dhe vërtet shëngjegji nuk është i vdekur. Vërtet trupi i tij vdiq, po shpirti i tij është i gjallë, se po mos ishte i gjallë,
ai nuk do kujtohej më, nuk do nderojë më, po do harojë si shumë njerëz të tjerë. Po është i gjallë, është shfaqur shumë herë njerëzve kanë parë dhe kjo është arsye që edhe ikona e tij gjithmonë është përpara njerëzve, por shënjegji do të marrë dhe një ditë trupin e tij, të cilën kisha e nderon, sepse do vi Krishti për të dytë dhe do bëjnë gjalljen e të vdekurve. Kjo është shpresa e gjithë neve. Prandaj edhe neve në shembullin e martirëve duhet të qëndrojmë në këtë kohë sfidash, kohë martirizim ndërgjegjes, kohë martirizim do me thënë të keqes që është keqe morale dhe duhet të qëndrojmë deri në fund. Si qëndroi edhe shënjegji, sepse fuqia e Zotit është me ne. Ngjallja e Krishtit është ngjallja jonë. Prandaj duke pasur përpara ngjalljen e Krishtit, duke pasur përpara edhe shembullin e martirëve, të cilët e sfiduan vdekjen me shpresën e ngjalljes, le të vazhdojmë dhe në këtë udhtim të bekuar të krishterë, në këtë kohë të vështirë, të dëshmojmë për Krishtin me dëshmi, të thotë me jetë dhe me fjalë, por edhe nëse e kemi atë privilegj nga Zoti edhe me gjak, sepse koha e martirëve nuk ka mbaruar derisa të plotësohet numri i martirëve deri në ardhmën e dytë të Krishtit. Amin. Krishti u ngjall. Lavdëro